momenti më i vështirë i jetës tënde? Shoh Big Brotherin edhe gjëja që unë them çfarë të kisha treguar unë po të isha aty është kjo linja e jetës. Te linja e jetës. Para disa ditësh po tregonin momentet më të vështira dhe ti instinktivisht mendon çfarë do kisha treguar unë. Po. Mos kam asgjë plak. Po sa kaq pa drama jeti? Domethënë nuk e sfida aty në jetë. Unë këtë diskutime kam bërë para disa vitesh me mamin. Po pinim kafe. Dhe i thash mos më ka ndodhur asnjë gjë që të më shkundit, më tundi nga themelet. Uroj mos më ndodh në i moshë të madhe, i thash. Në kuptimin kur ti vërtet mendon që i ke stabilizuar disa gjëra. Po unë kur tani do thuash ti quajmë dhe mund të më ke ndodhur dhe unë nuk i kam marrë kaq të forta. Varet edhe se i përballon, no? Po nuk kam bjerë në një herë tundje themelesh në kuptimin që temon po tani mos gjej një rrugëzgjidhje. Eksperienca jetësore sa të duash, zhgënjim sa të duash. Tradhti sa të duash, në kuptimin jo tradhti kështu çiftesh anë këtë, se kisha fjalën për të, po tradhti në kuptimin kur ti ndihesh i tradhtuar, është më gjë. Në kuptimin në gjithçka më. Po ku diun sa të duash. A kam ndjerën që ky është momenti më i vështirë i jetës time? Jo, fare. Mendon